Përshëndetje miq, du t'ju bëj një urim edhe një spjegim. Kush agjinon agjinim të lehtë në këtë muaj të shenjtë Ramazanit? Kush agjinon këtu ore? Të morshat ligat, ju një moft. Spjegimi është ky. I gjithë peshku, qa ka deti poshtë, është halal. Por unë du t'ju shpjegoj historinë e tonit. Miqtë e mi, produkti duhet që të ndroj gjendjen e tij halal. Dhe që ta bëj, duhet patjetër që të kthehet nga lindja. Sepse janë shumë herë më të forta rrypat elektromagnetike për ta pastruar komplet të gjithë të brendshmën e peshkut. Është e çuditshme miq që ne në momentin që vrasim tonin për t'i nxjerrë gjakun, kur tonin ne nuk e drejtojmë nga lindja e diellit, ai humbet shumë herë më pak gjak dhe duke mbetur gjaku brenda ai nxihet. Po ja u rispjegoj dhe hyni lexoni, duhet patjetër që të kthehet nga lindja. Respekte, hani halal.